kësaj radhe reagimi i ambasadës amerikane është jashtëzakonshëm. Nuk ka ndodhur asnjëherë që ambasada amerikane ta thotë që rrezikohen interesat amerikane në Kosovë. Kjo është njëra parë. Ky është niveli më i lartë. Ky është niveli më i lartë nëse flasim për marrëdhënie ndërkombëtare, kjo është niveli më i lartë i artikulimit të diplomacisë amerikane në raport me një vend. Nuk ka kualifikim më të rëndë. Se të shesh udhëhecën që nuk e respektojnë ligjin edhe kushtetutën. Nuk ke çka shkon matutje me diskutim. Nuk e ke pasur kashtashu. Kjo është kvalifikimi më i ashpër i mundshëm në raftin diplomatik. Kështu, të flasim pak për veprimin edhe të tjerëve si antar të KQZ-s. Nëse më kishe lanë me diskutu, për shkak me qenë se edhe me profesion jam jurist. Kështu, sillet e antarëve të lëvizjes vetëvendosje janë antikushtetuese dhe antiligjore, por ata e mbrojnë interesin e subjektit të tyre politik të lëvizjes vetëvendosje, që janë në një anë për admirim, për arsye se din për çka janë shku, për fatësust e partive të opozitës. As nuk e respektojnë dhe nuk i nënshtrohen dhe mbrojnë ligjin, dhe as interesi në subjektit cilat i kanë delegu atje. Lista serbe. Si, thua që veprojnë kryeveti pa miratimi me ju, pa frikë, pa guxim. Mirë, po them kështu, fajin për mos certifikimin e listës serbe e kanë përfaqësues e partive opozitare që nuk kanë guxim, që nuk kanë guxim me mbrojt ligjin. More na jem të fol. Nuk mund të administrohet. Dëgjom po unë ti s'dia po më dëgjon unë jam i qartë. Ta njerëzit e kanë shkel kushtetutën, dëgjom. Ta i kanë KQZ-ja është organ kolegjial. Nëse votat e tyre do të ishin të respektoj ligji, jo të certifikoj, unë nuk po flas, mu certifiku lista serbe. Unë po flas, mu certifiku një parti politike që i plotson kriteret sipas ligjit të zgjedhjeve. Kushdo që bie ndesh me këtë punë dhe bën veprime të tjera, Kosova ka edhe organ të akuzë, ka edhe polici, ka edhe gjykat. Dhe gjykata evropiane për të drejtat e njeriut ka dhënë standard bredhe për këtë punë, kur lejohet një parti politike, kur ndalohet, kur e merr përgjegjësinë grupi, dhe njerëzit, se ne kanë më budallën në Facebookut mund të shpallin edhe zavën se mbrojtës listës serbe. Mirë po ata kanë vepru me kohë, kanë bojt kuvend zgjedhor dhe njerëzit që kanë qenë të përfshirë i kanë largu nga struktura duke ta pamundsu ty për ta shpall organizat kriminale ose të ngjajshëm pa një vendim gjyqësor. Pra, edhe po që se i pa ditë thoni që nuk do të ketë me që kanë... Po për arsye se ata të qenë pjesë e struktura, o ma. Urdhë të lutem si e vlerëson veprimin e të tjerëve. A vepruan me inercion si thuash se çfarë po bën vetëvendosja në frikën se do të gjykohen nga elektorati një farforme i shkojnë fillimisht duhet konstatu çfarë bëri vetëvendosja. E qartë. Vetëvendosja mendoj që i provokoi, e shtyu atë çështje, e shtyu në kuptimin që urdhëroni ju votoni për listën serbe dhe pastaj do ta keni dënimin nga popullata, satanizimin. Unë nuk e arsyetoj opozitën, nuk jam duke arsyetuar opozitën. Fare nuk arsyetoj sepse nuk është qëndrim i pjekur politika si kanë vepruar ata aty. Por megjithatë është betejë e ashpër e ulët zgjedhore, do thotë, është brenda Komisionit Qendror Zgjedhor. Këtë besoj e kupton edhe një dikush që nuk ka një uri të mëdha politike dhe nuk ketë nevojë të kesh një uri të mëdha politike. Është betejë brenda Komisionit Qendror Zgjedhor për ta goditur, për ta satanizuar në këtë rast vetëvendosja, për ta satanizuar opozitën. Kanë prit, besoj që kanë prit që opozita të votojë pro dhe pastaj dalin dhe të thonë se ja këta e në me listën serbe. Por vetëm besat lutem, vetëm ta përfundoj, sepse kur nuk po përfundohet mendimi, po ka dhe keq kuptime. Por ne kemi pa në fund të blokadës që opozita nuk është me listën serbe, sepse me listën serbe bënin qeverinë. Opozita e bën të qeverinë me listën serbe. Mund ta bënte. Pra, akuza se opozita ka agent të fshehtë me listën serbe është e trillume, e shpifur, është pjesë e agjendës zgjedhore. Unë pajtohem gjithashtu edhe akuzat që vijnë nga opozita të pamatura për palën tjetër, në këtë rast për vetëvendosin, jo dorë e Serbisë, janë krejtësisht abnormale janë. Janë goditje morale, janë pjesë, kisha për të nçak, janë inkorporu në luftën hibride serbo-ruse, e cila ka arrit kulminacionin,
pavetdije, në mënyrë pavetdijshme, janë duke gjuajtur benzin ati zjarri. Dhe kjo, nëse këte nuk e kuptojnë, atë nuk kuptojnë asgjë. Unë e kuptoj debatin politik, e kuptoj që ka kundërshti, ka betej për vota, por të përdoret çdo herë në çdo debat, dorë zgjatur e Serbisë, agent fshehur me listën serbe, kjo nuk është normale. Agent fshehur, dy pare të përdoret. Falë, a besa bën më të ndërhy, në krejt që të mes, a e ke dëgju dikënd në Republikën e Kosovës, që po bën gati 2 ditë pritje, duke fol ku është presidentja e Republikës së Kosovës. Se nuk i njët zoni për këtë punë, çka bën ajo aty? Të paktën edhe noterët duhet të ketë një qëndrim noterie për atë punë. Nga shikuesit, se po na përcjellin thonë, pse presidentja nuk kërkon të ruhet alianca me SHBA-n. Dhe e përmende si Po edhe ajo deklarativisht nuk po kërkon. Ajo nuk është kurfar faktur, ajo për arsye që nuk reagon. Tregon që nuk është kurfar faktori politik. Thjesht i është dhënë një mandat e me cilin ajo është figura më e pafuqishme politike. Nëse më lejohet 2 fjali vetëm, nëse është bërë ajo pyetje. Presidentja deri në momentin kur u deklaru për gjykatën kushtetuese ka mbajtur pozicion korrekt mendoj. I pavarur, neutrale. Por nga momenti kur është deklaru për çështjen e gjykatës kushtetuese, për vendimin e aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, pas 48 ore ka pasu vendimi për ndërprerjen e dialogut, për ndërprerjen, pushimin, pezullimin e fillimit të dialogut strategjik. Dhe unë mendoj që ka pas bëj direkt me atë veprim. Për ati qasti, presidentja nuk ka pozicionim të pavarur. Nuk është, do të thotë anon presidentja, është për keqardhje, mundja keq. Unë e kam mbështetur shumë veprimet e presidentes deri taj vendim pas gjykatës kushtetuese. Çdo veprim saj e ka mbështetur, por nga ai moment presidentja e ka humbur pozicionin e pavarur, presidentja ka marrë anë fatkeqësisht. Ajo s'ka qenë e pavarur as për ditës kur është zgjedh. Ajo ka qenë presidenti më i panshëm, më i anshëm që nje politika kosovare. Në raport me SHBA-n në një moment ashtu kanë qenë të zgjedhur prej partive. Në një moment ku brenda natës me shndru. E kem pas atifete ja jogën. E kemi pas Fatmir Sejdiun. Në një moment kur ka qenë le të themi shumë i lënduar raporti ynë me SHBA-n, kur Kurti komunikonte pra më vrazhdo se më ashpër me SHBA-n, presidentja konsideroi si le të themi ura vetme që mbante një komunikim të shëndoshëm. Nuk ka nevojë për shembull presidentja me rikuperu dëmin që shkaktu për shembull nga në këtë rast lëvizjeve të vendosur, sepse ambasada me pozicionimin sigurisht të Departamentit Shtetit ju ka drejtu direkt, e ka emru. Dhe më thënë nuk ka thënë jemi të shqetësuar se po prishen, po dëmtojnë interesat Amerikanë për me lënë të hapur. Kush e ka emru, cili veprim konkret nga kush është duke u orientu ka prishja e interesat Amerikanë. Dhe në këtë kontekst, unë prap bëj thirrje që zoti Kurti, lëvizjave të vendosje, me maturi, ende ka kohë me rekuperu dëmin, për shembull me u distancu nga